Po, urdhëro Bajrami. Jo, desha të rrisjem në vëmendjen tuaj, nëse më dëgjoni. Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Domethënë një telereportazh të para 5-6 vitesh në një nga kanalet e televizionit shqiptar, ku janë intervistuar disa nga qytetarët palestinez në rripin e Gazës dhe disa nga leadershipi i tyre. Secili nga të intervistuarit është deklaruar kundër shtetit Kosovës dhe nuk duan ta përmendin as si emërtesë. Kundër shtetit Kosovës. Kundër shtetit Kosovës, kundër ekzistimit të shtetit Kosovës. Madje janë treguar shumë të gatshëm që nëse do të kishin një ftesë nga shteti i Serbisë, do të ishin gjendje si mercenar të bashkuar në ushtrisë serbe për ta rikthyer Serbia Kosovën. Ky është një fakt, domethënë që po të intervistosh dhe po të shkojë njëri nga ju atje, do të marr këto opinione nga qytetarët e thjesht palestinez. Unë dyshoj që ata mund të jenë të informuar gjëre gjatë për Kosovën në historinë e saj, por janë të indoktrinuar në këtë kuptimin që edhe mediat palestineze dhe leadershipi i saj dhe ambasadori palestinez Beograd në vazhdimsi janë deklaruar kundër ekzistimit të shtetit Kosovës. Që në asnjë variant ata nuk do ta njihnin këtë shtet, pra shtetin Republikën tonë të Kosovës. Këtë fakt desha ta sjell që domethënë panelistët ta kenë parasysh se Kosova ka një interes jashtëzakonshëm që ka marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Biles në opinionet e ndryshme thuhet se nëse të njeh Izraeli është si me të njohur gjysma e botës. Ne duhet të rrujmë marrëdhënie të mira me Izraelin, solidarizohemi me ta në çdo rast. Normalisht duhet të solidarizohemi me çdo viktim kudo që ndodh. Unë ta kupton që edhe me viktimat që janë të pafajshme meritojnë solidaritet. Por Izraeli është mbi të gjitha në interesin e Republikës së Kosovës dhe është një garant shumë i madh për të ardhmen e shtetit tonë.